Rreth orës 12 jam kthy para Ministrisë së Bujqësisë, e kam marrë veturën edhe kam shku në shtëpi. Mediat. Disa të ashtu quajtur gazetar kanë raportuar që unë kam qëndruar deri në ora 12 e natës duke fshehur dosje. Ky është njëri prej raportimeve të mediat. Kur flasëm për mënyrën se çish raportojnë disa media. Raportimi tjetër ka qenë që me qenë se Agjencia Zhvillimore e Bujqësisë është në proces të bartjes nga objekti me qira tek objekti i Ministrisë së Bujqësisë, objekti shtetëror në Ljan, edhe procesi i bartjes ka filluar më shumë se një javë. Raportimi tjetër medial ka qenë se prokuroria po merr dosje nga Ministria e Bujqësisë me kamion. Tash kjo është vetëm si shembull se çka raportojnë disa media. Ne e përgëzojmë, falenderojmë çdo aktivitet mekanizmave të drejtësisë që vëhet në funksion të zbardhjes së vërtetës. Së Bujqësisë që nuk ka qenë hiç pjesë e kontratës për të bërë renovimin në atë objekt. Do thotë është bërë video, është bërë shpifja se në katin ku nuk është hiç pjesë e kontratës për çka do thotë pretendohet se ka mujtë pas abuzim financiar. Nikosisht është shumë e rëndësishme që ky lancimi i lajmit që ka ndodhur para 2 netësh në mbrëmje, nëse s'gaboj në kronikën qendrore të KTV-s që ka pasuar ndaj me shkrime në portale rreth orës 22:23, prokuroria në ora 8 mëngjesit do thotë ka dhënë urdhër që të vijë në Ministrinë e Bujqësisë dhe të intervistoj disa prej zyrtarëve. Ne shumë e falenderojmë për këtë ekspedivitet. Do thotë kjo është kërkesa jonë që mekanizmat e drejtësisë të jenë shumë ekspeditiv. Edhe nikosisht unë si ministër që drejtoj ministrinë që kemi deponu dikon me qindra lëndë abuzive edhe financiare,